Me muzikë moderne e të impresionizmit, vendore e ndërkombëtare, Festivali Ndërkombëtar i Vokalit Pri Vokal Fest në natën e 2 të edicionit të 8 ka sjell magjinë e zërave në kor. Interbalkan Choir ka sjell kultura e stile të ndryshme muzikore, ku fryma e tradita ballkanike bashkohen me literaturën botërore. Sipas drejtuesve të formacionit, shumë prej veprave kanë qenë premier në Kosovë. Në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare në Prishtinë, koncerti ka nisur me këngën popullore isopolifonike Janinës Qipan Syt, nga kori i fëmijëve Okarina, drejtuar nga sopranoja Elikona Hysaj Shala. Interpretimi ka qenë për t'u admiruar, por sa ka përfunduar vepra dhe antarët e tij kanë zënë vend në ulse, ka pasur zhurma e pengesa në koncert gjatë daljeve të tyre nga salla së bashku me familjarët. Me gjithë këtë, ai që në Shqip merr emrin si kori ndërbalkanik, ka qenë i mahnitshëm me repertorin e zgjedhur dhe punën e dirigjentëve Hajrullah Sylës dhe grekes Mari Konstantinido. Pianisti Andi Duraku, i cili ka shoqëruar korin, ka thënë se secila prej veprave ka qenë stileve të ndryshme. Prej gjithë saj 11 pjesëve që u interpretuan sot, 7 ishin me përcjelljen e pianos, dhe secila pjesë ishte stil ndryshe. Jemi munduar që përmendoj programi ka qenë i ndërtuar në atë formë që të prezantoj sa më shumë kultura, sa më shumë stile. Është hera pare imja që po bashkëpunoj me këtë kor Interbalkan dhe me të vërtetë është kënaqësi të punoj sidomos me dy dirigjentët Merin dhe Arullahu. Dirigjentja Mari Konstantinido ka thënë se ideja e programit ka qenë të përfshihen pjesë të gjitha vendeve të Ballkanit, si dhe të ketë edhe muzikë nga yje botror. E ky program do të vazhdojë prezantimin. We are planning to have some more concerts around the Balkan areas and in Greece. Do të kemi koncerte në vendet ballkanike me të njëjtin program, sepse na pëlqen ideja e korit ballkanik duke kënduar së bashku jo vetëm këngë nga këto vende, por edhe nga literatura ndërkombëtare. From the Balkan countries but the international literature. Dirigjenti Hajrullah Syla ka thënë se koncerti ka qenë i planifikuar ka herë. Këtë koncert me Merin e kemi pas në plan që sa kohë, duhe pas parasysh Interbalkan Choir është themelu në vitin 2022 me iniciativën time dhe të Merit. Dhe ky koncert në Prishtinë ka qenë kështu gjatë i menduar. Ne kemi pas paraqitje me këtë kor në Selanik, në Greqi, dhe disa paraqitje atje me shumë, domethënë program kështu them voluminoz, disa paraqitje me orkestër shtetërore të Selanikut. Ka treguar se shumica e veprave janë interpretuar në Prishtinë për herë të parë. Ky program është mjaft i veçantë sepse është një, them kështu, shumë gjitha veprat pothuajse ishin premierë për publikun kosovar, vepra dhe stile jo shumë të shpeshta që i hasim në koncertet tona, kështu që po besoj që publiku e shijoi edhe priti mjaft mirë koncertin. Kori ndërbalkanik është themeluar në mars të vitit 2022 me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Greqisë. Sipas prezantimit për korin, ideja e formacionit qëndron në bashkëpunimin e këngëtarëve nga vendet ballkanike, ku polifonia është shumë e zhvilluar dhe ku karakteristikat idiomatike të zërave ballkanik ndajnë elemente të përbashkëta ritmike, thellësi emocionale, arsim të avancuar muzikor, tradita të pasura dhe një prani të rëndësishme të kompozitorëve bashkohor. Tenori grek Dimitris Rakas, antari korit Interbalkan, ka thënë se koncerti ka qenë rrugtim i mrekullueshëm. It was very easy actually the Albanian language to sing. Ishte shumë e lehtë të këndohet në gjuhën shqipe. Dirigjenti i korit ishte shumë i mirë, i shkëlqyeshëm në fakt. E kemi shijuar këtë rrugtim. Ishte shumë i mirë bashkëpunimi me antarët e tij. With the other choir. It was an amazing journey.
Nga fundi i koncertit janë interpretuar edhe veprat Debora zbardhi malet nga Edmond Doko, To Sit and Dream nga kompozitorja amerikane Rosfani Powell dhe Time nga amerikanja Jennifer Lucy Cook, e cila ka qenë tejet atraktive. Për kohën që fluturon dhe tiktaket e transmetuara nëpërmjet vokalit.